ku Adriatik Lapaj me mbështetësat e tija ka 66 ditë vazhdon të qëndrojë përballë kryeministrisë. Shumë protesta zhvillohen në gjithë Shqipërinë, që nga rrëmbimi pronave, Adriatiku vazhdon këtu. Protesta në qytete të ndryshme, Adriatiku përsëri qëndron këtu para kryeministrisë. Lidhet opozita me Berishën në krye, herë këtu dhe herë në parlament, Adriatiku qëndron përsëri këtu. Pra, ku është qëndron Fabla? Një plak i moçëm ka thënë kur i vodhën, kur i elmuan qenin, ai tha një llaftë e Hoxhaku, kush na helmoi qenin? Dhe pas disa javësh, atyre i vodhën shtëpinë. Të gjithë u quar, gjithë fshati, kush na vodhi? Plaku te Hoxhaku tha, kush na helmoi qenin? Pra, ku qëndron Fabla? Që këtu ka vetëm një të keqe. Nuk gjen dhe nuk shpërndahet të këqijat. Jo parlament, jo ministria, jo Sajmi Tahiri, jo Balluku, jo zvensk kryeministri Ahmetaj, e merall hajdutët. Pra, Lapaj, si ai plaku mençur, thot, është këtu e keqja. Ne që jemi këtu pranë, ti marrim dhe 2 fjalë nga afër zotit Lapaj. Po, më falë zotit Lapaj. Artur Ustemi nga televizioni Apollon. Unë bëra një krahasim të një fjale të vjetër popullore që plaku tha kush ta helmoi qenin. Më vonë i vodhën shtëpinë, edhe ai gjithë fshati u çua kush vodhi shtëpinë. Ai plaku i mençur te Hoxhaku me te spiem dorë tha kush na helmoi qenin. Dhe Fabla qëndron këtu që gjithë çohen, vodhi ministri andej, u kap droga këtej, ngrihet dhe opozita e Berishës herë këtu, herë kryeministri, herë në parlament, ndërsa ju qëndroni përsëri këtu. Këtu është e keqja. Kush na helmoi qenin? Sepse ne besojmë që autori burimi i keqes së Shqipërisë është Edi Rama, i cili ka ngritur një sistem monstruoz të kapjes së shtetit. Dhe besojmë fort që demi duhet kapur të brirës, pra duhet luftuar e keqja aty ku buron. Nëse mendoni që në parlament ka njerëz nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste që bëjnë kokë të vetë, unë ju them që sistemi zgjedhor e ka vrarë ato njeriu politik. Sepse për të futur në parlament duhet jesh ose ortak me Edi Ramën, ose servil i Edi Ramës, ose ta kesh blerë vendin te Edi Rama. Nuk ka rrugë tjetër, sepse ligji është i tillë. Pra nuk votohet për deputetin, votohet për ato që vendos në listë Edi Rama. Në këtë kuptim, njeriu që e ka instrumentalizuar këtë sistem është Edi Rama. Ne jemi këtu për 66 ditësh kemi organizuar 4 protesta të cilat kanë ardhur çdo ditë. Çdo ditë fillon forumin tonë qytetar pas dite, në kohën protesta është 24-24 dhe presim të mediat për të cilat dhe ju në mënyrë të vazhdueshme. Kështu që betejë për ata që kanë seriozisht është të lidhen dhe të vendosen pa ndalim përballë Edi Ramës. Në të kundërt, Edi Rama me protesta turistike dhe me fjalime patetike në parlament qëndron edhe 100 vjet për këtë. Po, faleminderit. Ju përshëndes, uroj me të minat dhe një që për mjekësit tuaj, konstatoj që qytetarët, unë kam vite që e them, po tashmë po bëhet më e dukshme, kujtohen e ngrihen vetëm kur hauju vjen te dera aty. Që do të thotë kur skrepat e pushtetit vinë të marrin konën, kur dikush vjen të asaftoja, kur dikush shkon pa drejtësi, nuk mjafton të çohen vetëm kur kanë haujën e tyre.
sepse nëse një komunitet çohet vetëm për hallin e vet, nuk e zgjidh dot kurrë. Do ngeli gjithmonë vetëm. Po, se ngelet vetëm, ngelet i izoluar, dhe vetë izolimi që ngelet, shteti ka instrumenta për ta përçarë. Njëri t'i jep në një licencë jakulli, që merret vesh më vonë, një tjetër i fut në një njeri në punë që merret vesh më vonë, dikë tjetër e kërcënojnë se ka ndonjë hall, dhe komuniteti fillon gradualisht shbëhet. E vetmja mënyrë për të arritur që të mbrojmë pronat tona, interesat tona, republikën tonë, është të imponojmë një ligj demokratik që prodhon në Shqipëri dhe në Tiranë garë për parlamentin. Nga aty buron çdo gjë. Dhe për të realizuar këtë na duhet që të gjithë shqiptarët të mblidhen për hallin e përbashkët, që është demokratizimi ligjor i Shqipërisë. Rrëzimi e Tiranës dhe demokratizimi i Shqipërisë. Po u kujtuan vetëm për hallin e vet, do vuajnë, do shtypen, do zvarriten dhe do ngelen gjithmonë në pak njerëz sepse njerëzit po ikin në timën. Faleminderit.